Enver Hoxhaj, ish zëvendës kryeministër, ish ministër i jashtëm i Republikës së Kosovës dhe deputeti i parlamentit, ishte i ftuar i veçantë këtë të njëjtë në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Në një auditor të zgjedhur akademikësh, pedagogësh, studentësh dhe intelektualësh, ai promovoi librin Përplasja e madhe, si po e lufton Rusia Kosovën dhe Ballkanin. Libri Enver Hoxhaj jep përgjigjet e tij vetjake, por në thelb në një farë mënyre Hoxhaj shpëtoi nderin e klasës së politikanëve, që përfaqëson duke shkruar një libër që mbetet në epokën e fjalimeve që harrohen, teksa edhe pse nuk kemi mundësi që të diskutojmë kushtet tona të lojës, së paku duhet të kuptojmë rregullat e saj. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesori doktore Aurela Saliaj, tha se Enver Hoxhaj është një personalitet shumë dimensional. Ky event dhe prania juaj në universitetin tonë është pa diskutim një vlerë e shtuar për ne, për të gjithë ne, si akademik dhe si komunitar. Një personalitet, një standardi si zoti Enver Hoxhaj, që është personalitet akademik, politik, diplomatik, i rajonit dhe i Europës, është një model për të ndjekur. Është modeli i angazhimit intelektual në shërbim të zhvillimeve të vendit të vet. Libri Përplasja e madhe ka si lajmotiv të vetin njohjen e Kosovës, njohjen diplomatike të Kosovës nga shtetet e tjera. Por në analizën që i bëhet, në reflektimet, në argumentimet e ecurisë së kësaj njohje në nivel diplomatik, ka ndërhyrë një analizë shumë e detajuar dhe shumë e dokumentuar geopolitike që përfshin jo vetëm rajonin po jo vetëm Europën, jo vetëm Amerikën, por edhe Azinë. Dhe prandaj unë do t'ua rekomandoja të gjithëve të njihni ta lexoni këtë libër edhe këtë memorandum do ta quaj unë, sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar zhvillimet e momentit dhe perspektivat më të mira të ardhmës. Unë do thoja që tezat që zoti Hoxhaj ka hedhur në këtë libër, i cili ka përfunduar para 2-3 vitesh, dhe ne sot po e diskutojmë, po praktikisht tezat tuaja, ato rekomandime që ju keni hedhur për politikën europiane, për raportet midis politikës së forcës dhe politikës së bashkëpunimit, që sot ne ato mund të konsiderojmë vizionare, me zhvillimet shumë të shpejta që ndodhen këto 2-3 vite, dhe për momentin ato janë esenciale për të marrë parasysh dhe për të statuar nga një diplomat, një vendi rajonal për gjithë politikën e madhe europiane. E pranishme në këtë aktivitet edhe ish deputetja e Vlorës Valentina Leskaj, e cila u shpreh se Enver Hoxhaj e priti shumë mirë propozimin për të realizuar promovimin në Universitetin e Vlorës, personalitet me vlera të veçanta dhe intelektual që ka lënë gjurmë në historinë e suksesit të Kosovës në politikë dhe në botën akademike, thot Leskaj për Hoxhajin. Hoxha ka qëndruar me aktivitetin e tij në të gjithë procesin e pavarësimit të Kosovës dhe ka kontributi e tij brenda në këtë ngjarje të madhe të historisë kombëtare. Ka shënuar si ministër i punëve të jashtme të Republikës Kosovës dhe kryetar i Komisionit parlamentar për politikë të jashtme, ka shënuar në njohje të shtetit Kosovës dhe njerëzit që janë të interesuar dhe të lidhur me politikën, siç edhe unë kam mbetur në qenie politike, vënë re që njohjet për Kosovën në kohën që Enver Hoxha ka qenë ministër i jashtëm, edhe zëvendës kryeministër, sepse ka qenë edhe zëvendës kryeministër, kanë do të thoshja fluksin më të madh të njohjeve të Kosovës nga komuniteti ndërkombëtar. Pra, ka shënuar edhe në parlament si kryetari i politikës jashtme, edhe në qeveri, po natyrisht edhe në funksione të tjera. Në fakt, ka shënuar si zëvendës kryeministri i Kosovës, si kryetari i parlamentit të Kosovës dhe me aspektet tjera, me botimet e tij, me debatet e tij, me prezencën e tij mediatike dhe natyrisht me diskutimet për çështje me rëndësi jo vetëm kombëtare, por rajonale dhe ndërkombëtar. Autori i librit Politikani i njohur kosovar Enver Hoxhaj falenderoi rektorin Aurela Saliaj për mundësinë e organizimit në Vlorë të këtij promovimi dhe theksoi se pa Shqipërinë dhe pa Vlorën nuk do të kishte Kosovë të pavarur. Pavarësia jonë nuk është merit dhe sakrificë dhe vullnet vetëm i yni, po është vullnet, sakrificë dhe mbështetje
e shtetit shqiptar, se pa Shqipërinë, pa Vlorën, pa Prizrenin nuk do të kishte Kosovë të pavarur. Këtë drejtim jam mirënjohës secilit prej jush për kontributin që keni dhënë. Henrin e kam mik të vjetër dhe të veçantë dhe sikur se tha, vërtet është merit mbi gjitha e tij botimi i këtij librit. Janë shkrimet cilat unë kam bërë një pjesë të tyre dhe të botuar në New York Times, në Frankfurt Allgemeine Zeitung, në Standard, në Die Presse, në gazetën Liberale, në Tiranë, në gazetën Express në Prishtinë, por që të jap një ide rreth historisë idesë e librit, por shpeshherë në politikë duhet ta kesh një qasje që t'i parashen ngjarjet që mund të ndodhin. Dhe ata që merren sidomos me politikë të jashtme, si politikan kanë një qasje pozitive, kanë një mendim pozitiv, janë optimist. Por në baza ditore shtrojnë një pyetje, se këtu takova një pjesë të ushtarakëve, sikur se ushtarakët dhe policia dhe inteligjenca shtrojnë pyetjen çka mund gabon, çka mund shkon keq, cili është skenari i keq. Dhe në vitin 2020-21-22 ka pas një debat në Evropë se a mund të ndodhë ndonjë shpërthim i luftës në Ukrainë. Për shtetet e vogla si Kosova dhe si Shqipëria, ne kem universitete, akademi, institute, po nga njëherë vështirë që të kem një lexim të plotë që ti parashohmi ngjarje, se në politikë duhet ti parashen ngjarje, çfarë ndodh në 5 vite, 10 vitesh, 20 vitesh, 30 vitesh, cilë mund të jenë faktorët ekonomik, politik, ushtarak që mund të ndryshojnë skenën politike, po për shtetet e vogla është shumë e rëndësishme nga njëherë që të ndjekin një qasje që të shohin se cilat mund të jenë autoritetet që mund të lexojnë botën. Enver Hoxha i thot se libri synon që të ofrojë një kuptim më të thellë të politikës ruse në raport me Ballkanin dhe të qasjes agresive të Rusisë kundër Kosovës. Si politikan dhe ish-ministër i jashtëm, ai tha se arritja e një marrëveshje për njojën e ndërsjellët Kosovë-Serbi është urgjente. Sa më shumë të zgjas lufta në Ukrainë dhe përplasja me perëndimin, mendon Hoxhaj, Shqipëria dhe Kosova do të jenë caqe të luftës hibride ruse, të cilën rusët do ta zhvillojnë jo vetëm në nivel rajonal, por edhe europian e global.